Edhe pse jo gjithmonë dihet, shpesh figurat publike kanë lidhje me njëra tjetrën. Për shembull, juristja Eni Çobani e ka pranuar se ajo e ka shoqe Argitën, vajzën e Sali Berishës. Eni ka ndarë informacione interesante që pak veta e din, duke treguar edhe lidhjen që ajo ka patur me Argitën. Eni tha: "Unë me Argitën i jemi shoqe, kemi qenë të dyja në të njëjtën klasë kur studionin për drejtësi. Ajo ka qenë një nga studentet më të mira, gjithmonë e përgatitur dhe me rezultate të shkëlqyera. Edhe me Jar Marbrin e njoh sepse babai im dhe babai i tij kanë qenë shumë miq. Edhe ato janë një familje me shumë vlera." Në atë kohë, pak veta në shkollë dini se ajo ishte vajza e presidentit Sali Berisha, sepse ajo ishte një vajzë shumë e thjeshtë, nuk ishte nga vajzat që vishnin marka dhe tërhiqnin vëmendje. Unë njeh dhe prindrit e Argitës, sepse me Sali dhe Liri Berishën jemi komshin, kemi jetuar për vite afër njëri tjetrit. Dua të ndaj me ju edhe një detaj interesant. Në ambientet e shkollës shihej gjithmonë një djalë që ne e quanim misterios. Ai vinte çdo ditë, nuk futej brenda, por qëndronte rreth e qark shkollës. Pas shumë kohësh e kuptuam se kush ishte ai. Në bazë të protokollit, vajza e presidentit duhet të kishte gjithmonë dikë që ta ruante, por Argita asnjëherë nuk u mburr se kishte babin president, madje edhe personi që e ruante mbante distancë dhe nuk u fut asnjëherë në ambientet e shkollës. Ajo nuk preferonte të ishte në qendër të vëmendjes. Shpesh thoshte: "Unë jam studente si të gjitha ju." Ruaj respekt të veçantë për thjeshtësinë e saj. Më vonë, rrugët tona u ndan, sepse Argita shkoi në Kosovë, ku punoi si pedagoge për shumë vite. Kur u martua Argita, unë isha në dasmën e tyre dhe të them të drejtën, e kemi shijuar pafund. Po ju, çfarë mendoni për këtë misi dhe thjeshtësinë e vajzës së një ish presidenti? Mund të na lini mendimin tuaj në komente.